Lëvizja Shqipëria bëhet, e drejtuar nga Adriatik Lapaj, zhvilloi protestën e radhës pas ditën e kësaj të shtune përpara kryeministrisë. Edhe pse Lapaj ishte i pranishëm në këtë protestë, ajo mbeti një dështim, pasi numri i pjesëmarrësve nuk kaloi 30 persona. Ky është një tjetër shembull i mungesës së angazhimit të tij, pas premtimit të mëparshëm se do të qëndronte 24 orë në ditë para kryeministrisë. Lapaj, megjithatë, ka munguar në ditët e tjera të protestës, duke mos përmbushur angazhimin e tij për të qëndruar aty vazhdimisht. Në fotot e publikuara disa ditë më parë, shiheshin vetëm 4 mbështetës të tij, të cilët ende bënin roje përpara kryeministrisë, duke mbështetur politikën e Edi Ramës. Ky veprim është një kontradikt e qartë për ata që pretendojnë të jenë opozitar dhe kundër qeverisë, por që nuk bashkohen me protestat e vërteta të opozitës. Në vend të një veprimi të koordinuar dhe të angazhuar, Adriatik Lapaj dhe njerëzit e tij janë parë duke vendosur disa karrige, duke u bërë në fakt një mbështetje për administratën aktuale dhe duke u paraqitur si roje të kryeministrisë. Ky është një veprim që nuk përputhet me qëllimet e një opozite të mbërtetë dhe ka shuar çdo shpresë për një alternativë të besueshme.